Ditë më parë patëm mbledhje me Këshillin Ekonomik Social, ku e prezantuam shportën konsumatore të Ministrisë Ekonomisë dhe Punës para të gjithë anëtarëve të Këshillit Ekonomik Social, gjithsesi para punëdhënësve, punëtorëve dhe anëtarëve të qeverisë. E propozuam dhe e diskutuam atë metodologji të cilën e kemi përllogaritur se si do të përllogaritet në të ardhmen shporta konsumatore, pati vërejtje nga anëtarët e qeverisë, pat propozime ku duhet që të inkorporohen në atë metodologji dhe sido që debati zgjati rreth kësaj pike për gjysor, më pastaj u tërhoqëm që në seancën e radhës të Këshillit Ekonomik Social, përsëri, domethënë me vërejtjet, me propozimet e bëra, të inkorporojmë në atë metodologji dhe të dorëzojmë para Këshillit Ekonomik Social përsëri dhe më pastaj të shpërndajmë në opinion gjithësisht para mediumeve, para gjithë qytetarëve. Dua të potencoj edhe një fakt që ajo shport do të jetë reale, duke u bazuar në të dhëna reale nga enti statistikor, nuk do të jetë shport siç e prezantojnë sindikatat. Ata e quajnë që është shport minimale, por vetë ata profesorë të cilët e kanë bërë atë shport konsumator apo e kanë formuluar atë metodologji, vetë ata thonë që nuk është shport minimale, por është një shport që i përfshin më shumë artikuj, gjithsesisht për më shumë familje. Ne do të bëjmë një shport mesatare konsumatore, ku do të bazohet në çmime reale dhe do të jetë e besueshme për gjithë opinionin, që të mos hudhim mjegull dhe të mos i frikojmë qytetarët, por të tregojmë ndjenjen reale në të cilën gjenden.